Në gusht të vitit 1943, kur partizanët e Enver Hoxhës hynë në shtëpinë e Midhat Frashërit në Tiranë, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte. 10 letra të shkruara me dorën e vet Enverit, ku ai e quante Midhatin shtylla e kombit dhe shpresa jon për bashkim. Letra që provonin se marrëveshja e Mukjes nuk ishte kur tradhtim, por plan i miratuar nga vet Hoxha. Por brenda pak javësh, këto letra u zhdukën pa gjurmë. Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin ato dokumente që vet Enver Hoxha donte t'i shkatëronte? Sot, për herë të parë, ne do të ndjekim gjurmën e një mashtrimi që zgjati 45 vjet. Një mashtrimi që shndërroi një hero të pavarësisë në armikun numër 1 të kombit. Një mashtrimi që filloi me një dorëshkrim dhe përfundoi me një bibliotekë të vjedhur. Imagjinoni një dhomë plot me libra. Jo thjesht libra, por 40.000 vëllime të mbledhura gjatë një jete të tërë. Libra në 7 gjuhë të ndryshme. Libra që mbanin vulën e vogël të gdhendur, Lumos Këndo. Ky ishte emri i vërtet i Midhat Frashërit, emri që ai e mbante me krenari sepse ishte trashëgimi i babait të tij, Abdyl Frashërit, themeluesit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Por në nëntor të vitit 1944, kur Midhat Frashëri u detyrua të largohej me varg nga Durrësi drejt Italisë, ai la pas jo vetëm atë por edhe fëmijët e tij të vërtet, librat. Brenda pak muajsh, regjimi i ri komunist i konfiskoi të gjithë. Çdo vëllim u transportua në ndërtesën e re të bibliotekës kombëtare. Por para se të vendoseshin në rafte, një urdhër i fshehtë erdhi nga lart, çdo vul me emrin Lumos Këndo duhej grisur ose fshirë. Për 45 vjet, studentët shqiptar lexuan librat e tij pa ditur se kujt i kishin qenë. Për 45 vjet, regjimi i mori gjithçka nga ai, madje edhe të drejtën që emri i tij të mbetej mbi faqet e librave që ai kishte dashur më shumë se jetën. A mund të imagjinoni një tradhtim më të thellë? Të vjedhin jo vetëm pasurinë, por edhe kujtesën? Në fillim të viteve 1940, Partia Komuniste Shqiptare ishte një forcë e panjohur. Enver Hoxha, një mësues i ri nga Gjirokastra, kishte nevojë për diçka që ai nuk e kishte, legjitimitet historik. Ai kishte ideologjinë, kishte mbështetjen e Jugosllavisë, por nuk kishte asnjë figurë që populli ta njihte dhe ta respektonte. Dhe atëherë, si një dhuratë nga qielli, erdhi Midhat Frashëri. Djali i Abdyl Frashërit. Firmëtari i Deklaratës së Pavarësisë së 28 nëntorit 1912. Kryetari i Kongresit të Manastirit, ku u vendos alfabeti i gjuhës shqipe. Një njeri që fliste 7 gjuhë, që kishte studiuar në Stamboll dhe Vjenë, që njihej në të gjithë Ballkanin si një nga mendjet më të ndritura të kohës. Kur Midhat Frashëri themeloi ballin kombëtar në nëntor të vitit 1942, Enver Hoxha e pa menjëherë mundësinë. Ai nuk e donte Midhatin si rival, por si fasadë. Si një emër që do t'i jepte peshë luftës partizane. Dhe kështu filloi loja. Një lojë ku Midhat Frashëri mendonte se po luftonte për Shqipërinë, ndërsa Enver Hoxha po e përdorte si një mjet që do të hidhej pas përdorimit. Në fillim të gushtit të vitit 1943, në fshatin Mukje të Matit, ndodhi diçka që regjimi komunist do ta fshinte nga historia për gjysmën shekulli. Një takim sekret mes delegacionit të Partisë Komuniste, të kryesuar nga Ymer Dishnica, dhe delegacionit të ballit kombëtar, të kryesuar nga Midhat Frashëri. Qëllimi ishte i thjeshtë, të bashkoheshin të gjitha forcat shqiptare kundër pushtuesit nazist. Pas 3 ditësh bisedimesh, ata arritën në një marrëveshje. U krijua Komiteti për Shpëtimin e Shqipërisë. U vendos që pas luftës, populli do të vendoste vetë për fatin e tij. Dhe këtu erdhi pika që do të shndërrohej në armën e Enver Hoxhës. Në marrëveshje përmendej Shqipëria etnike që nënkuptonte të drejtën e popullit të Kosovës për vetëvendosje. Midhat Frashëri e dinte se pa këtë pikë, ai nuk mund të firmosnte. Ai nuk po luftonte vetëm për Shqipërinë brenda kufive të vitit 1912, por për të gjithë shqiptarët kudo që jetonin. Ymer Dishnica, një komunist i moderuar që besonte vërtet te bashkimi kombëtar, e firmosi marrëveshjen. Ai u kthye në Tiranë duke menduar se kishte bërë diçka historike. Por ai nuk e dinte se tashmë ishte shënuar si tradhtari i parë. Brenda pak ditësh pas Mukjes, 2 burra erdhën në Tiranë. Miladin Popović dhe Dušan Mugosha, emisar të Partisë Komuniste Jugoslave. Ata nuk erdhën për të uruar. Ata erdhën për të dhënë një ultimatum.
kur Enver Hoxha u takua me ta në një shtëpi të fshehtë, ata i treguan një kopje të marrëveshjes së Mukjes. Dhe pastaj, me një ton që nuk lejon të diskutim, Popović tha, kjo marrëveshje është tradhtim ndaj Jugosllavisë. Kosova është tokë jugoslave. Nëse ju nuk e prishni këtë marrëveshje, ne do të ndërpresim çdo mbështetje për ju. Enver Hoxha e dinte se pa armët jugoslave, pa trajnimin e tyre, pa mbështetjen e tyre logjistike, partizanët e tij nuk mund të mbijetonin. Ai kishte dy zgjedhje, të mbante fjalën e dhënë midhat Frashërit, ose të siguronte pushtetin për veten. Ai zgjodhi të dytën. Por ai nuk mund ta thoshte hapur se po i binte Jugosllavisë. Ai duhej të gjente një fajtor. Dhe fajtorin e gjeti te Ymer Dishnica, njeriu që kishte firmosur marrëveshjen me besimin se po bënte të drejtën. Në shtator të vitit 1943, Enver Hoxha thiri konferencën e Labinotit. Aty, para të gjithë komandantëve partizan, ai akuzoi Ymer Dishnicën për devijim të djathtë dhe bashkëpunim me armikun e klasës. Ai tha se marrëveshja e Mukjes ishte një kurth i borgjezisë për të shkatëruar lëvizjen komuniste. Ai tha se midhat Frashëri ishte një reaksionar që po përpiqej të shpëtonte interesat e klasës së pasur. Dhe pastaj, me një fjalim që do të përsëritej në çdo libër shkollor për 45 vjet, ai shpalli: balli kombëtar është armiku i popullit. Midhat Frashëri është tradhtari më i madh i kombit ton. Ymer Dishnica u ul në sallë, i shkatëruar. Ai e dinte se çfarë do të thoshte kjo. Ai e dinte se tani, çdo gjë që ai kishte bërë me besim të mirë, do të shndërrohej në provë fajësie. Dhe ai e dinte se Enver Hoxha sapo kishte hapur luftën civile në Shqipëri. Një luftë që nuk do të luftohej vetëm me armë, por me fjalë, me gënjeshtra, me fshirjen e kujtesës. Por çfarë ndodhi me letrat që Enver Hoxha i kishte shkruar midhat Frashërit para Mukjes? Ato letra ku ai e quante shtylla e kombit? Ato letra ku ai kërkonte këshilla për strategjinë ushtarake? Ato letra ku ai premtonte se pas luftës do të ndërtonin një Shqipëri të lirë dhe demokratike? Këto letra ekzistonin. Disa prej tyre u gjetën në arkivat e midhat Frashërit kur ai u largua nga vendi. Por shumica u zhdukën. Disa thonë se ato u dogjën nga vetë Enver Hoxha. Të tjerë thonë se ato u fshehtuan në arkivat sekrete të sigurimit të shtetit dhe se edhe sot ato janë aty, të mbyllura në një dosje që askush nuk guxon ta hapë. Por një gjë është e sigurt, nëse ato letra do të ishin bërë publike, e gjithë narrativa e regjimit komunist do të shembej. Sepse ato letra do të provonin se Enver Hoxha nuk ishte kurrë kundër Mukjes. Ai ishte kundër vetëm kur Jugosllavia e detyroi. Dhe kjo do të thoshte se gjithçka që erdhi pas, gjithë propaganda, gjithë gënjeshtrat, gjithë fshirja e midhat Frashërit nga historia, ishte ndërtuar mbi një tradhtim të vetëm, tradhtimin e Enver Hoxhës ndaj fjalës së tij. Pas konferencës së Labinotit, lufta civile shpërtheu me një ashpërsi që askush nuk e kishte parashikuar. Partizanët e Enver Hoxhës sulmonin fshatrat ku balli kombëtar kishte mbështetje. Ballistët, të izoluar dhe të rrethuar, u detyruan të bënin zgjedhje të pamundura. Disa komandant lokal, jashtë kontrollit të midhat Frashërit, bën pakte taktike me gjermanët për të mbijetuar nga sulmet partizane. Enver Hoxha e pa këtë si dhuratën e fundit. Ai nuk kishte nevojë më për prova të vërteta. Ai kishte vetëm nevojë për një imazh. Dhe imazhi që ai krijoi ishte ky: midhat Frashëri, intelektuali që fliste 7 gjuhë, u shndërrua në Quislingun që hante pula me gjermanët. Balli kombëtar, organizata që kishte luftuar për pavarësinë e Shqipërisë, u shndërrua në bandën e tradhtarëve fashist. Dhe çdo njeri që kishte qenë në Mukje, çdo njeri që kishte besuar te Bashkimi Kombëtar, u shndërrua në armik që duhej shkatëruar. Propaganda nuk kishte nevojë për nuanca. Ajo kishte nevojë për një armik të qartë. Dhe midhat Frashëri u bë ai armik. Në nëntor të vitit 1944, kur partizanët hynë në Tiranë, midhat Frashëri e dinte se nuk kishte më vend për të në Shqipëri. Ai u largua me varg nga Durrësi, duke lënë pas jo vetëm shtëpinë, por edhe shpresën se një ditë do të kthehej. Ai shkoi në Itali, pastaj në Francë dhe më në fund në Shtetet e Bashkuara. Në gusht të vitit 1949, ai themeloi Komitetin Shqipëria e Lirë në Paris, një organizatë që mbështetej nga SAJ dhe MI6 për të rrëzuar regjimin e Enver Hoxhës. Ai besonte se ende kishte një shans. Ai besonte se e vërteta do të dilte në dritë.
por në 3 tetor të vitit 1949, në hotelin Lexington në New York, Midhat Frashëri vdiq papritur nga një atak kardiak. Ai ishte 70 vjeç. Mjekët amerikanë shpallën vdekje natyrale. Por shumë njerëz, edhe sot, besojnë se ai u helmua. Sepse vdekja e tij erdhi pikërisht në momentin kur ai po organizonte operacionin Valuable, një plan për të dërguar diversant në Shqipëri për të rrëzuar Hoxhën. Dhe sepse operacioni ishte dekonspiruar nga spioni sovjetik Kim Philby, që punonte për KGB. A ishte vdekja e tij natyrale? Apo ishte një helmim i sofistikuar, i urdhëruar nga Moska dhe ekzekutuar në zemër të New Yorkut? Kjo pyetje mbetet pa përgjigje edhe sot. Por historia nuk përfundoi me vdekjen e Midhat Frashërit. Ajo vazhdoi në Shqipëri, ku emri i tij u fshi nga çdo libër shkollor, nga çdo enciklopedi, nga çdo dokument zyrtar. Fëmijët shqiptar u rritën duke mësuar se ai ishte tradhtari më i madh i kombit. Filmat e kinostudios, si I Teti në bronz dhe I General Gramafoni, e portretizuan atë si një karikatur qesharake, një plak me mjekër të bardhë që hante pula dhe friksohej nga partizanët. Askush nuk fliste për kongresin e manastirit. Askush nuk fliste për deklaratën e pavarësisë. Askush nuk fliste për bibliotekën e tij me 40.000 libra. Askush nuk fliste për letrat që Enver Hoxha I kishte shkruar atij. Dhe askush nuk guxonte të pyeste, pse? Pse një njeri që kishte dhënë gjithçka për Shqipërinë u shndërrua në armikun numër 1? Përgjigjja ishte e thjeshtë, por e tmerrshme, sepse Enver Hoxha kishte nevojë për një armik që të justifikonte pushtetin e tij. Dhe Midhat Frashëri ishte armiku perfekt. Sepse ai ishte I njohur, I respektuar dhe I pamundur për t'u mbrojtur. Sot, kur ecni nëpër Bibliotekën Kombëtare të Tiranës, ju mund të gjeni ende disa nga librat e Midhat Frashërit. Nëse I hapni me kujdes, ju mund të shihni gjurmët e vulës së grisur. Ju mund të shihni vendin ku dikur shkruaj Lumo Skëndo. Ju mund të imagjinoni dorën që e fshiu atë emër, duke ditur se po fshinte jo vetëm një vulë, por një jetë të tërë. Një jetë që u kushtua Shqipërisë, por që Shqipëria e tradhtoi. Dhe ju mund të pyesni veten, sa të tjerë si ai janë fshirë nga historia? Sa emra të tjerë janë grisur nga faqet e librave? Sa të vërteta të tjera janë varrosur në shtresa gënjeshtrash? Kjo është historia që ne po fillojmë të tregojmë sot. Historia e një tradhtimi që zgjati 45 vjet. Historia e një njeriu që u shndërrua nga hero në armik, jo sepse ndryshoi ai, por sepse ndryshoi ai që shkruante historinë. Dhe historia e një pyetjeje që ende pret përgjigje, kush ishin vërtet tradhtarët? Në dhjetor të vitit 1943, një grua e moshuar erdhi në shtëpinë ku dikur kishte jetuar Midhat Frashëri. Ajo ishte motra e tij, e vetmja anëtare e familjes që kishte mbetur në Tiranë. Ajo kërkoi vetëm një gjë, të merrte disa fotografi familjare, disa letra të vjetra të babait të tyre, Abdyl Frashëri. Por partizanët që ruanin shtëpinë e ndaluan në derë. Gjithçka këtu I përket shtetit tani, I thanë ata. Vëllai juaj është armik I popullit. Ju nuk keni të drejtë mbi asgjë që I ka qenë e tij. Gruaja u ul në shkallët e shtëpisë dhe qau. Ajo nuk qante vetëm për fotografitë. Ajo qante sepse e kuptoi se vëllai I saj ishte fshirë jo vetëm nga e tashmja, por edhe nga e kaluara. Çdo gjurmë e ekzistencës së tij po shkatërrohej metodikisht. Çdo letër, çdo fotografi, çdo kujtesë. Dhe ajo e dinte se askush nuk do ta ndalonte këtë. Sepse kur një regjim vendos të fshijë një njeri nga historia, ai nuk fsheh vetëm emrin. Ai fsheh edhe dashurinë, edhe dhimbjen, edhe të drejtën e familjes për të mbajtur mend. Kjo ishte çmimi I vërtet I tradhtimit të Enver Hoxhës, jo vetëm shkatërrimi I një njeriu, por shkatërrimi I së drejtës për t'u kujtuar. Brenda pak muajsh, shtëpia e Midhat Frashërit u shndërrua në një muze të çuditshëm. Jo një muze për të nderuar, por një muze për të turpëruar. Regjimi e hapi për vizitor të zgjedhur me kujdes, delegacione partijake, shkolla, grupe rinorësh. Ata ecnin nëpër dhoma dhe dëgjonin një guid që tregonte me gisht, këtu jetonte tradhtari. Këtu ai lexonte librat e tij Borges. Këtu ai planifikonte si të shiste Shqipërinë. Por askush nuk u tregua se në këto dhoma, Midhat Frashëri kishte shkruar artikuj për liri dhe demokraci. Askush nuk u tregua se këtu ai kishte pritur intelektual nga e gjithë Evropa.
Askush nuk u tregua se këtu ai kishte kaluar net të tëra duke përkthyer vepra letrare në shqip, duke dashur të pasuronte gjuhën e popullit të tij. Propaganda kishte nevojë për një shtëpi të zbrazët nga njerëzimi. Një shtëpi që të dukej si strofk e një njeriu të ftohtë dhe të pamëshirshëm. Dhe kështu, çdo gjë që fliste për njeriun e vërtet midhat frashëri u hoq. Çdo gjë që mbetej ishte vetëm skeletri i një jete, i zhveshur nga shpirti. Por ekzistonte një vend ku emri i midhat frashërit nuk mund të fshihej plotësisht, në kujtesën e atyre që e kishin njohur. Një ish student i tij që kishte ndjekur ligjëratat e midhatit për gjuhën shqipe në vitet e para të shekullit, tregon një histori që ai e mbajti sekret për 40 vjet. Ai na mësonte se çdo fjalë shqipe është një copë e shpirtit ton kombëtar, thot ai, zëri ende i dridhur nga emocionet. Ai na thoshte, nëse humbim gjuhën, humbim gjithçka. Dhe pastaj, kur regjimi filloi ta quante tradhtar, unë nuk mund ta besoja. Si mund të ishte tradhtar një njeri që kishte dhënë jetën për të mbrojtur gjuhën tonë? Ky student, si shumë të tjerë, zgjodhi heshtjen. Sepse të flisje për midhat frashërin nënkuptonte të rrezikoje jo vetëm veten, por edhe familjen tënde. Por heshtja kishte një çmim. Çdo ditë që kalonte pa folur, ai ndjente se po tradhtonte jo vetëm mësuesin e tij, por edhe të vërtetën. Dhe kjo dhimbje, kjo fajësi e heshtur, e shoqëroi deri në ditën e fundit të jetës. A mund të imagjinoni se çfarë do të thotë të jetosh me një të vërtetë që nuk guxon ta thuash? Të dish se dikush që ti e respektove është shpifur, por të mos kesh guximin ta mbrojësh. Në vitin 1945, Enver Hoxha dha një urdhër të fshehtë. Çdo dokument që lidhej me marrëveshjen e Mukjes duhej të klasifikohej si sekret shtetëror. Kjo nënkuptonte se askush, përveç një grupi shumë të vogël njerëzish, nuk kishte të drejtë t'i lexonte ato dokumente. Por pse? Nëse marrëveshja e Mukjes ishte vërtet një tradhtim, siç pretendonte propaganda, pse të fshiheshin dokumentet? Pse të mos i bëheshin publike, që populli të shihte me sytë e vet tradhtimin e midhat frashërit? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse dokumentet tregonin të kundërtën. Ato tregonin se marrëveshja e Mukjes ishte një përpjekje e sinqertë për bashkim kombëtar. Ato tregonin se Ymer Dishnica kishte vepruar me miratimin e Enver Hoxhës. Dhe ato tregonin se arsyeja e vërtetë për prishjen e marrëveshjes nuk ishte tradhtia e midhat frashërit, por presioni i Jugosllavisë. Por kjo e vërtetë nuk mund të thuhej. Sepse nëse thuhej, do të nënkuptonte se Enver Hoxha kishte sakrifikuar bashkimin kombëtar për të mbajtur mbështetjen e Beogradit. Do të nënkuptonte se ai kishte zgjedhur pushtetin mbi atë dheun. Dhe kjo do të ishte një akuzë që asnjë propagandë nuk mund ta fshinte. Ekziston një dëshmi e rrallë e dhënë nga një ish oficer i sigurimit të shtetit që punoi në arkivat sekrete në vitet e 60-ta. Ai tregon se një ditë, ndërsa po klasifikonte dosje të vjetra, gjeti një zarf të vulosur me shënimin vetëm për shokun Enver. Brenda ishte një raport i shkruar në vitin 1948 nga një agjent i dërguar në Itali për të ndjekur midhat frashërin. Raporti përshkruante jetën e tij në mërgim, si ai jetonte në një dhomë të vogël, si ai kalonte ditët duke shkruar artikuj për gazetat e emigracionit, si ai refuzonte të pranonte para nga organizata të huaja nëse ato kërkonin që ai të heqë dorë nga kërkesa për Kosovën. Ai jeton si një asket, shkruante agjenti. Ai nuk ka asnjë pasuri. Ai nuk kërkon asgjë për veten. Ai kërkon vetëm që Shqipëria të jetë e lirë. Kur oficeri e lexoi këtë raport, ai ndjeu diçka që nuk kishte ndjer kurrë më parë, dyshim. Dyshim për gjithçka që i kishin mësuar. Dyshim për imazhin e tradhtarit që hante pula. Ai e mbylli zarfin dhe nuk foli kurrë për të, deri në vitet e 90-ta, kur regjimi ra. Por edhe atëherë, kur foli, askush nuk e besoi. Sepse gënjeshtra kishte rrënjosur aq thellë, saqë e vërteta dukej si fantazi. Në shkollat shqiptare të viteve 50 e 60, fëmijët mësonin një version të historisë që ishte ndërtuar me kujdes për të fshirë çdo gjurmë të midhat frashërit si hero. Librat shkollor e përmendin atë vetëm si kryetradhtar dhe shërbëtor i fashizmit. Por ata nuk përmendin kurrë se ai ishte firmëtar i pavarësisë. Ata nuk përmendin kurrë se ai kishte qenë kryetar i Kongresit të Manastirit. Ata nuk përmendin kurrë se ai kishte luftuar për të drejtat e shqiptarëve në Perandorinë Osmane. Çdo fakt që mund ta bënte atë të dukej si patriot ishte hequr. Çdo fakt që mbetej ishte vetëm ai që e bënte të dukej si armik.
kjo ishte arti i propagandës, jo të gënjente hapur, por të fshinte kontekstin. Të linte vetëm ato pjesë të së vërtetës që shërbenin narrativës. Dhe kështu, një brez i tërë u rrit duke besuar se Midhat Frashëri ishte një njeri i keq. Ata nuk e dinin se po besonin një gënjeshtër të ndërtuar mbi heshtjen e të vërtetës. Dhe kur, në vitet e 90-ta, e vërteta filloi të dilte, shumë prej tyre nuk mund ta pranonin. Sepse të pranoje se ke jetuar gjithë jetën duke besuar një gënjeshtër është një dhimbje që jo të gjithë mund ta durojnë. Por çfarë ndodhi me ata që e dinin të vërtetën dhe zgjodhen të heshtnin? Çfarë ndodhi me ish antarët e ballit kombëtar që mbijetuan luftën civile dhe u detyruan të jetonin në regjimin e Enver Hoxhës? Shumë prej tyre u burgosën. Disa u pushkatuan. Të tjerët u detyruan të mohonin të kaluarën e tyre, të nënshkruanin deklarata ku thonin se kishin qenë të mashtruar nga Midhat Frashëri. Një ish komandant i ballit që mbijetoi dhe jetoi deri në vitet e 90-ta, tregon se çdo natë, para se të flinte, ai përsëriste në mendje emrat e shokëve të tij që kishin vdekur. Unë nuk guxoja t'i thoja me zë të lartë, thot ai. Por unë nuk doja t'i harroja. Sepse nëse i harroja, atëherë vdekja e tyre nuk do të kishte kuptim. Ky njeri jetoi me një barë që askush nuk mund ta shite, barën e kujtesës në një vend ku kujtesa ishte ndaluar. Dhe kur regjimi ra, ai ishte tashmë shumë i vjetër për të folur. Zëri i tij dridhej. Duart i tij dridheshin. Por sytë e tij, kur fliste për Midhat Frashërin, ndriçonin me një lloj dashurie që vetëm ata që kanë humbur gjithçka mund ta kuptojnë. Ai ishte njeriu më i ndershëm që kam njohur ndonjëherë, tha ai. Dhe ata e shkatëruan sepse ai ishte shumë i ndershëm për të mbijetuar në një botë gënjeshtarësh. Në vitin 1949, pak javë para vdekjes së tij në New York, Midhat Frashëri shkroi një letër të fundit drejtuar shqiptarëve. Letra nuk u publikua kur gjatë regjimit komunist, por u ruajt nga emigrantët dhe u bë publike vetëm pas viteve të 90-ta. Në të, ai shkruante, unë nuk kam asgjë për të kërkuar falje. Unë kam luftuar për Shqipërinë me të gjitha forcat e mia. Nëse kam bërë gabime, ato janë gabime të një njeriu që deshi shumë, jo të një njeriu që tradhtoi. Dhe nëse historia do të më gjykojë, unë i lë gjykimin historisë, jo propagandës. Këto fjalë janë testamenti i tij. Testamenti i një njeriu që e dinte se emri i tij ishte shpifur, por që besonte se e vërteta do të dilte një ditë. Dhe kur lexon këto fjalë sot, ti nuk mund të mos pyesësh veten, sa njerëz të tjerë kanë vdekur duke pritur që e vërteta të dalë? Sa njerëz të tjerë kanë shkruar letra që askush nuk i lexoi? Sa njerëz të tjerë kanë besuar te drejtësia e historisë, ndërsa historia po shkruhej nga ata që i kishin shkatëruar? Kjo është pyetja që na përcjell edhe sot. Pyetja që na kujton se historia nuk është vetëm ajo që ndodhi, por edhe ajo që na treguan se ndodhi. Dhe ndonjëherë, ndryshimi mes këtyre dy gjërave është një humner e plot me gënjeshtra. Kur Midhat Frashëri vdiq në 3 tetor të vitit 1949, lajmi u përhap shpejt mes emigrantëve shqiptar. Disa prej tyre organizuan një ceremoni përkujtimore në Paris. Ata mblodhen para një fotografie të tij dhe lexuan poezi të Naim Frashërit, vëllait të tij të madh. Ata qanë jo vetëm për Midhatin, por për të gjithë ata që kishin humbur. Për të gjithë ata që kishin besuar se Shqipëria do të ishte e lirë dhe që tani jetonin në mërgim të ndarë nga dheu i tyre. Një grua e moshuar që kishte qenë mësuese në Tiranë para luftës, u ngrit dhe tha, ai nuk vdiq nga sëmundja. Ai vdiq nga dhimbja. Dhimbja e të parit se gjithçka që ai kishte ndërtuar ishte shkatëruar. Dhimbja e të ditur se emri i tij ishte bërë një sharje në vendin që ai e deshi më shumë se jetën. Dhe pastaj ajo shtoi diçka që i bëri të gjithë të heshtnin, por ne jemi këtu. Ne mbajmë mend. Dhe një ditë, Shqipëria do të mbajë mend gjithashtu. Ajo kishte të drejtë. Por ajo nuk e dinte se do të duheshin edhe 40 vjet të tjera para se Shqipëria të fillonte të kujtonte. 40 vjet gjatë të cilave emri i Midhat Frashërit mbeti i ndaluar. 40 vjet gjatë të cilave fëmijët shqiptar u mësuan ta urrenin. 40 vjet gjatë të cilave e vërteta priti, e varrosur në shtresa gënjeshtrash. Por edhe gjatë atyre 40 vjetëve, kishte njerëz që nuk harruan. Kishte familje që ruanin fotografi të fshehura. Kishte të moshuar që tregonin histori në fshehtësi për nipërit e tyre. Kishte njerëz që, kur ecnin pranë bibliotekës kombëtare, mendonin për librat e vjedhur dhe për emrin e fshirë.
Dhe kishte njerëz që, kur dëgjonin emrin Midhat Frashëri në propagandë, nuk besonin. Sepse ata e dinin se propaganda gënjen. Ata e dinin se kur një regjim ka nevojë të shpif dik aq shumë, aq vazhdimisht, aq agresivisht, atëherë ai dikush duhet të ketë qenë diçka më shumë se një armi. Ai duhet të ketë qenë një kërcënim për vetë themelet e pushtetit. Dhe kërcënimi i Midhat Frashërit nuk ishte ushtarak. Ai nuk kishte ushtri. Ai nuk kishte para. Ai nuk kishte pushtet. Kërcënimi i tij ishte diçka shumë më e rrezikshme, ai kishte të vërtetën. Ai kishte kujtesën e asaj që kishte ndodhur vërtet në Mukje. Ai kishte kujtesën e letrave të Enver Hoxhës. Ai kishte kujtesën e premtimeve të thyrë. Dhe për sa kohë ai jetonte, edhe në mërgim, edhe i izoluar, edhe i harruar nga shumica, ai mbetej një dëshmitar i gjallë i tradhtisë së Enver Hoxhës. Prandaj ai duhej jo vetëm të heshte, por të vdiste. Dhe prandaj, edhe sot, pyetja mbetet, a vdiq ai vërtet nga natyra? Apo dikush vendosi se ai kishte jetuar shumë gjatë? Në arkivin qendror të Tiranës, në një dhomë të mbyllur që hapet vetëm me leje speciale, ekziston një dosje me kodin MVDASH-943. Brenda saj gjenden faqe që duken sikur janë ngrisur me dhunë. Disa janë djegur në skajet. Të tjera kanë njolla që mund të jenë ujë, ose mund të jenë diçka tjetër. Një arkivist që punoi atje në vitet e 90-ta tregon se kur e hapi për herë të parë, ai numëroi faqet. Mungonin 137. 137 faqe që dikush kishte hequr me kujdes, duke lënë vetëm ato që nuk kompromonin narrativën zyrtare. Çfarë shkruaj në ato faqe? Pyeti ai veten atë ditë. Dhe pyetja e ndoqi për vite. Sepse ai e dinte se ato faqe nuk ishin hequr rastësisht. Ato ishin hequr sepse përmbanin diçka që regjimi nuk mund të lejonte të dilte kurrë në dritë. Ndoshta letra të Enver Hoxhës drejtuar Midhat Frashërit. Ndoshta raporte nga Mukja që tregonin se marrëveshja kishte qenë e sinqertë. Ndoshta dëshmi se Jugoslavia kishte dhënë urdhrin për prishjen. Çfarëdo që ishte, ajo ishte aq e rrezikshme saqë dikush kishte vendosur se ishte më mirë të shkatërohej se sa të ruhet. Por shkatërimi i dokumenteve nuk shkatëron të vërtetën. Ai vetëm e fshehin. Dhe e fshehura një ditë del në sipërfaqe. Pyetja është, kur? Dhe kush do të guxojë ta nxjerrë? Kishte një njeri që e dinte saktësisht çfarë shkruaj në ato faqe. Emri i tij ishte Nesti Kerenxhi, sekretar personal i Enver Hoxhës nga viti 1942 deri në 1958. Ai ishte njeriu që shkruante letrat e Enverit, që i lexonte raportet, që i ruante dokumentet. Ai ishte njeriu që e dinte gjithçka. Dhe pikërisht për këtë arsye, në vitin 1958, ai u arrestua me akuzën e devijimit të djathtë dhe u dënua me 20 vjet burg. Ai kaloi 20 vjet në kampin e Burrelit duke thyer gur në diell. Ai nuk foli kurrë. As nën tortur, as nën presion, as nën premtime se do të lirohej nëse bashkëpunonte. Ai mbajti heshtjen deri në vitin 1988, kur u lirua, tashmë një plak i thyer. Dhe edhe atëherë, ai nuk foli. Ai vdiq në vitin 1992, pa dhënë asnjë intervistë, pa shkruar asnjë kujtim. Por para se të vdiste, ai i tha djalit të tij një fjali të vetme: gjithçka që të kanë mësuar për Mukjen është gënjeshtër. Dhe unë e di, sepse unë shkrova letrat që e provonin. Djali i tij e pyeti: pse nuk fole kurrë? Dhe ai u përgjigj: sepse nëse flisja, do të vrisja jo vetëm veten, por edhe ju. Dhe nuk doja që fëmijët e mi të paguanin për të vërtetën time. Kjo është çmimi që njerëzit paguanin për heshtjen, jo vetëm lirinë e tyre, por edhe ndërgjegjen e tyre. Dhe pyetja që mbetet është, sa njerëz të tjerë vdiqën duke mbajtur sekrete që mund të kishin ndryshuar historinë? Por dokumentet nuk ishin e vetmja gjë që u fshi. Edhe njerëzit u fshin. Jo vetëm emrat e tyre, por edhe trupat e tyre. Në vitet e 50, qindra antar të ballit kombëtar u pushkatuan pa gjyq. Trupat e tyre u varrosën në varre masive, pa shenja, pa emra. Familjet e tyre nuk u lejuan të mbanin zi. Fëmijët e tyre u detyruan të ndryshonin mbiemrat. Gratë e tyre u detyruan të divorcoheshin nga kujtesa e burrave të tyre. Një grua, e cila ishte martuar me një komandant të ballit, tregon se pas pushkatimit të burrit, ajo u detyrua të nënshkruante një deklaratë ku thoshte: unë e mallkoj burrin tim si tradhtar të popullit.
Unë kërkoj falje nga partia për gabimin e të qenit martuar me të. Ajo e nënshkroi. Sepse nëse nuk e nënshkruante, fëmijët e saj do të dërgoheshin në jetimore dhe ajo do të internohej. Por çdo natë, për 50 vjet, ajo qante në heshtje. Ajo qante për burrin që e kishte dashur. Ajo qante për gënjeshtrat që ishte detyruar të thoshte. Ajo qante për fëmijët që u rritën duke besuar se babai i tyre kishte qenë një njeri i keq. Dhe ajo qante për veten, sepse e dinte se kishte mbijetuar duke tradhtuar kujtesën e tij. Kjo është çmimi që regjimi kërkonte, jo vetëm vdekjen e armiqve, por edhe tradhtinë e të dashurve të tyre. Sepse kur ti detyron një grua të mallkojë burrin e saj, ti nuk ke shkatëruar vetëm një njeri. Ti ke shkatëruar edhe dashurinë. Dhe kur shkatëron dashurinë, ti ke shkatëruar atë që na bën njerëz. Në vitet e 60-ta, Enver Hoxha filloi të ndryshonte. Njerëzit që e shihnin nga afër e vunë re. Flokët e tij u bën plotësisht të bardhë. Fytyra e tij u thellua me rrudha që nuk ishin vetëm nga mosha, por nga diçka tjetër. Nga një tension i brendshëm që nuk pushonte kurrë. Ai filloi të vuante nga pagjumësia. Mjekët e tij personal i jepnin pilula për të fjetur, por ato nuk funksionin. Ai ecte në përdhomën e tij natën, duke pirë konjak dhe duke lexuar raporte. Ai kishte frikë. Frikë nga komplotet e imagjinuara. Frikë nga tradhtia e të afërmve. Frikë nga e kaluara që mund të kthehej për ta gjykuar. Një ishroje e tij që punoi në vilën e Hoxhës në blok, tregon se një natë, në vitin 1968, ai e dëgjoi Enver Hoxhën duke folur vetëm në zyrën e tij. Ai thoshte emra, tregon roja. Emra të njerëzve që kishte pushkatuar. Ai i përsëriste ato emra sikur po i numëronte. Dhe pastaj, ai tha një emër që unë nuk e kisha dëgjuar kurrë, Midhat. Ai tha, Midhat, ti e dije se unë nuk kisha zgjedhje. Dhe pastaj ai qeshi. Por ishte një të qeshur që më bëri të dridhja. Kjo është çmimi që pushtetarët paguajnë për gënjeshtrat e tyre, jo vetëm frikën nga të tjerët, por edhe frikën nga vetja e tyre. Sepse kur ti ke ndërtuar një pushtet mbi gënjeshtra, ti e di se çdo gënjeshtër mund të zbardhet. Dhe kur ajo zbardhet, gjithçka rrëzohet. Prandaj Enver Hoxha nuk flinte. Prandaj ai pinte. Prandaj ai numëronte emrat e të vdekurve. Sepse ai e dinte se një ditë ata emra do të ktheheshin për ta gjykuar. Por frika e Enver Hoxhës nuk ishte vetëm personale. Ajo ishte edhe politike. Në vitet e 70, kur Shqipëria u izolua edhe nga Kina, regjimi mbeti plotësisht i vetëm. Nuk kishte më aleat. Nuk kishte më mbështetje ekonomike. Vendi po vdiste ngadalë nga uria dhe izolimi. Dhe në këtë moment, Enver Hoxha filloi të shihte fantazma kudo. Ai filloi të shihte agent të huaj në çdo njeri që kritikonte. Ai filloi të shihte revizionist në çdo njeri që propozonte reforma. Ai filloi të shihte tradhtar në çdo njeri që kujtonte se dikur, në Mukje, kishte pasur një shans për bashkim kombëtar. Dhe kështu, ai filloi të pushkatonte edhe ata që kishin qenë më besnikët e tij. Mehmet Shehu, kryeministri që kishte qenë krahti për 40 vjet, u gjet i vdekur në vitin 1981. Zyrtarisht vetvrasje. Por askush nuk e besoi. Sepse Mehmet Shehu nuk ishte lloji i njeriut që vriste veten. Ai ishte lloji i njeriut që vriste të tjerët. Dhe nëse ai vdiq, atëherë dikush e vrau. Dhe ai dikush kishte vetëm një emër, Enver Hoxha. Kjo është fundi i çdo diktatori, të filloj duke vrarë armiq dhe të mbaroj duke vrarë miq. Sepse kur ti ke ndërtuar një sistem ku besimi nuk ekziston, atëherë ti nuk mund të besosh askën. Madje as veten. Në arkivat e sigurimit të shtetit ekziston një dosje tjetër, kjo me kodin S-81. Brenda saj gjenden raporte mjekësore për Enver Hoxhën nga viti 1981 deri në vdekjen e tij në 1985. Raportet tregojnë një tablo të tmerrshme: diabet i rënd, probleme kardiovaskulare, presion i lartë i gjakut, depresion klinik. Por ka edhe diçka tjetër. Ka një listë të gjatë ilaçesh që i jepeshin: sedativ të fuqishëm, antidepresiv, pilula për gjumë. Mjekët e tij personal shkruanin se ai kishte kriza nervore të shpeshta dhe halucinacione të mundshme. Një mjek që punoi me të në vitet e fundit tregon se Enver Hoxha shpesh i thoshte: ata po vijnë për mua.
Ata po planifikojnë diçka. Kur mjeku e pyeste se kush ishin ata, Hoxha nuk përgjigjej. Ai vetëm shikonte nga dritarja dhe përsëriste, ata po vinë. Kjo është çmimi që paranoja paguan, jo vetëm izolimin nga të tjerët, por edhe izolimin nga realiteti. Sepse kur ti ke jetuar gjithë jetën duke parë armiq kudo, ti nuk mund të dallosh më kur armiqt janë real dhe kur janë vetëm në kokën tënde. Dhe kur ti vdes i vetëm, i rrethuar nga fantazma që vetë i ke krijuar. Enver Hoxha vdiq në 8 prill të vitit 1985. Ai vdiq në shtëpinë e tij, në blok, i rrethuar nga mjek dhe roje. Por ai vdiq i vetëm. Sepse askush nuk mund të jetë pranë një njeriu që ka frikë nga gjithçka, madje edhe nga hija e vet. Por historia nuk përfundoi me vdekjen e Enver Hoxhës. Ajo vazhdoi. Sepse regjimi që ai kishte ndërtuar vazhdoi edhe pa të. Ramiz Alia, pasardhësi i tij, përpiqet të mbajë gjallë të njëjtën gënjeshtër. Ai përpiqet të mbajë gjallë të njëjtin mit se Midhat Frashëri ishte tradhtar. Ai përpiqet të mbajë gjallë të njëjtën propagandë se Mukja kishte qenë një komplot. Por diçka kishte ndryshuar. Njerëzit kishin filluar të pyesin. Jo me zë të lartë, por në heshtje. Ata kishin filluar të dyshonin. Sepse kur një regjim duhet të përsërisë të njëjtën gënjeshtër për 50 vjet, atëherë ajo gënjeshtër fillon të duket e dyshim. Dhe kur njerëzit fillojnë të dyshojnë, atëherë fillon fundi. Në dhjetor të vitit 1990, studentët dolën në rrugë. Ata kërkonin liri, demokraci, të vërtetë. Dhe mes kërkesave të tyre, kishte edhe këtë, hapjen e arkivave. Zbulimin e së vërtetës për të gjithë ata që ishin shpallur armiq. Rehabilitimin e emrave që ishin fshirë. Dhe kur arkivat u hapën në vitet e 90-ta, e vërteta filloi të dalë. Ngadalë, cop, por e paevitueshme. Dhe një nga emrat e parë që u rehabilitua ishte Midhat Frashëri. Por rehabilitimi erdhi shumë vonë. Erdhi 50 vjet pas vdekjes së tij. Erdhi kur të gjithë ata që e kishin njohur personalisht kishin vdekur. Erdhi kur kujtesa e tij ishte tashmë e zbetë, e largët, pothuajse e imagjinuar. A është kjo drejtësi? Të rehabilitosh një njeri kur askush nuk është gjallë për ta festuar. Sot, nëse shkoni në Bibliotekën Kombëtare të Tiranës dhe kërkoni librat e Midhat Frashërit, ju do t'i gjeni. Disa prej tyre kanë ende gjurmët e vulës së grisur. Disa kanë faqe që mungojnë, të hequra nga censura. Disa kanë shënime në marzhe, të shkruara nga lexues të panjohur që kanë jetuar në regjimin komunist dhe që kanë shkruar mendimet e tyre në fshehtësi. Një prej këtyre shënimeve thot, ky njeri nuk ishte tradhtar. Ky njeri ishte hero. Dhe ne e dinim, por nuk guxuam ta thoshim. Kjo shënim është dëshmia më e fortë e asaj që ndodhi, jo vetëm fshirja e një njeriu, por edhe fshirja e guximit për ta mbrojtur atë. Sepse kur një regjim të detyron të heshtësh për të vërtetën, ai nuk të ka marrë vetëm lirinë e fjalës. Ai të ka marrë edhe dinjitetin. Dhe kur ti e humbet dinjitetin, ti humbet atë që të bën njeri. Prandaj, kur lexon këto shënime sot, ti nuk mund të mos pyesësh veten, sa njerëz të tjerë jetuan me këtë barë? Sa njerëz të tjerë dinin të vërtetën, por nuk guxuan ta thonin? Sa njerëz të tjerë shkruan shënime në marzhe të librave, duke shpresuar se një ditë dikush do t'i lexonte dhe do të kuptonte se ata nuk kishin harruar? Por ka edhe një pyetje tjetër, një pyetje që është edhe më e rëndësishme. Kush përfitoi nga shkatërrimi i Midhat Frashërit? Kush mori pushtetin që ai nuk e mori kurrë? Kush ndërtoi karrierën e tij mbi gënjeshtrat për të? Përgjigjja është e thjeshtë, Enver Hoxha. Por jo vetëm ai. Edhe të gjithë ata që u bën pjesë e regjimit të tij. Të gjithë ata që morën poste, privilegje, pushtet duke përsëritur gënjeshtrat e tij. Të gjithë ata që ndërtuan shtëpi në blok ndërsa populli vdiste nga uria. Të gjithë ata që dërguan fëmijët e tyre në universitete ndërsa fëmijët e armiqve të popullit dërgoheshin në kampe. Të gjithë ata që jetuan mirë ndërsa të tjerët vuanin. Ata ishin përfituesit e vërtetë. Dhe shumë prej tyre jetojnë ende sot. Disa prej tyre kanë ndryshuar emra. Disa kanë ndryshuar parti. Disa pretendojnë se nuk dinin asgjë. Por ata dinin. Ata e dinin se Midhat Frashëri nuk ishte tradhtar. Ata e dinin se Mukja nuk ishte komplot. Ata e dinin se gjithçka ishte gënjeshtër. Por ata zgjodhen të heshtnin.
Sepse heshtja i mbante të sigurt. Heshtja i mbante të pasur. Heshtja i mbante në pushtet. Dhe sot, kur ti i shikon në sy, ata të thonë, ishte koha. Ishte sistemi. Ne nuk kishim zgjedhje. Por kjo është gënjeshtra e fundit. Sepse çdo njeri ka zgjedhje. Çdo njeri mund të zgjedhë mes së vërtetës dhe gënjeshtrës. Mes guximit dhe frikës. Mes dinjitetit dhe mbijetesës. Dhe ata zgjodhen. Dhe zgjedhja e tyre kushtoi jetën, lirinë dhe kujtesën e mirë a njerëzve. Prandaj pyetja nuk është vetëm, kush ishte midhat frashëri? Pyetja është, kush janë ata që ende nuk kanë kërkuar falje? Në 3 tetor të vitit 1949, në dhomën 123 të hotelit Lexington në New York, një pastruese hyri për të pastruar dhomën. Ajo gjeti midhat frashërin të shtrirë në 2 sheme, pranë krevatit. Mjekët amerikanë që erdhën deklaruan vdekje nga infarkti. Por kishte detaje që nuk u shpjeguan kurrë. Një gotë ujë në tavolinë, e pa prekur. Një letër e filluar, por e pambyllur, sikur dora që e shkruante ishte ndalur pa pritur. Dhe një shënim i vogël në raportin e policisë që u fshi më vonë, trupi kishte një erë të çuditshme, jo të zakonshme për një vdekje nga zemra. Kush e lexoi atë raport para se të fshihej? Kush dha urdhrin që dosja të mbyllej shpejt, pa hetime të mëtejshme? Dhe pse, brenda 24 orëve, trupi u kremua, pa autopsi të plot, pa analizë toksikologjike? Në atë kohë, lufta e ftohtë ishte në kulmin e saj. Operacioni Valuable, që midhat frashëri po e organizonte, ishte dekonspiruar nga Kim Philby, spiuni sovjetik që punonte brenda shërbimeve britanike. KGB e dinte gjithçka. Sigurimi i shtetit shqiptar e dinte gjithçka. Dhe Enver Hoxha e dinte gjithçka. 3 javë para vdekjes së midhatit, një agent i panjohur u pa duke hyrë në hotelin Lexington. Ai nuk u regjistrua. Ai nuk la gjurmë. Por një kamarier e pa duke dalë nga kati i 3, pikërisht nga korridori ku ishte dhoma 123. Kush ishte ai njeri? Dhe çfarë bëri ai atje? Këto pyetje nuk u bën kurrë zyrtarisht. Por ato u bën në heshtje nga ata që e dinin se vdekja e midhat frashërit erdhi shumë në kohë për armiqtë e tij. Shumë në kohë për të ndaluar operacionin. Shumë në kohë për të mbyllur kapitullin e fundit të rezistencës kundër Enver Hoxhës. A ishte kjo vdekje natyrale? Apo ishte një ekzekutim i sofistikuar i kryer në zemër të Amerikës nga dora e padukshme e një regjimi që nuk fal kurrë? Pas vdekjes së midhat frashërit, Komiteti Shqipëria e Lirë u shpërb brenda 6 muajsh. Operacioni Valuable vazhdoi, por pa udhëheqësin e tij, ai ishte tashmë i dënuar. Diversantët që u dërguan në Shqipëri u pritën nga sigurimi i shtetit. Shumica u pushkatuan. Disa u detyruan të shfaqeshin në radio duke rrëfyer se kishin qenë agent të huaj. Familjet e tyre në mërgim dëgjuan zërat e tyre dhe e kuptuan se gjithçka kishte dështuar. Një grua, e cila kishte humbur vëllan në atë operacion, tregon se kur dëgjoi zërin e tij në radio, ajo nuk qau. Ajo vetëm u ul dhe tha, midhat kishte të drejtë. Ne nuk mund ta mundnim Enver Hoxhën me forcë. Ne mund ta mundnim vetëm me të vërtetën. Por ne zgjodhëm forcën. Dhe humbëm. Kjo është mësimi i hidhur i historisë, se disa luftëra nuk fitohen me armë, por me kujtesë. Dhe midhat frashëri e dinte këtë. Ai e dinte se emri i tij do të fshihej. Ai e dinte se historia do të shkruhej nga armiqtë e tij. Por ai besonte se një ditë e vërteta do të dilte. Ai besonte se një ditë dikush do të hapte arkivat dhe do të lexonte letrat. Dikush do të gjente dokumentet e mukjes. Dikush do të pyeste, pse? Dhe ai dikush do të fillonte të kërkonte përgjigje. Ai nuk e pa atë ditë. Ai vdiq duke pritur. Por ai nuk vdiq duke u dorëzuar. Sepse dorëzimi do të kishte qenë të pranonte gënjeshtrat. Dhe ai nuk i pranoi kurrë. Në vitet pas vdekjes së midhat frashërit, regjimi i Enver Hoxhës u bë edhe më i ashpër. Çdo lidhje me të kaluarën duhej të prishej. Çdo kujtesë e ballit kombëtar duhej të shkatërrohej. Çdo njeri që kishte qenë në mukje duhej të heshte ose të vdiste. Në vitin 1955, Ymer Dishnica, njeriu që kishte firmosur marrëveshjen e mukjes, u arrestua përsëri. Ai ishte arrestuar edhe më parë, por ishte liruar pas vetë kritikës.
Tani, ai nuk kishte më shans. Ai u akuzua për agitacion dhe propagandë kundër shtetit dhe u dënua me 20 vjet burg. Ai vdiq në burgun e Burelit në vitin 1965, i harruar nga të gjithë. Por para se të vdiste, ai i tha një bashkëburgosuari: "Unë nuk pendohem për Mukjen. Unë pendohem që nuk kisha guximin ta mbrojta atë. Unë lash Enver Hoxhën të më bënte fajtor për diçka që ai vetë e kishte miratuar. Dhe kjo është mëkati im. Kjo është tragjedia e atyre që besojnë te sistemi, se edhe kur sistemi i tradhtoi, ata vazhdojnë të besojnë se mund të shpëtojnë duke u bindur. Por nuk ka shpëtim në një sistem që ndërtohet mbi gënjeshtra. Ka vetëm mbjetesë të përkohshme. Dhe pastaj ka vetëm harresë. Por jo të gjithë harruan. Në fshatrat e Matit, ku ishte mbajtur konferenca e Mukjes, pleqt ruanin kujtesën. Ata nuk guxonin ta thonin me zë të lartë, por ata e tregonin për nipërit e tyre në fshehtësi. Këtu, në këtë shtëpi, u takuan komunistët dhe ballistët, thoshin ata. Këtu, ata ranë dakord të bashkoheshin. Këtu, ata besuan se mund të ndërtonin një Shqipëri të lirë. Dhe pastaj ata shtonin, me një zë të ulët, por Beogradi nuk e lejoi. Jugoslavia nuk donte që ne të ishim të bashkuar. Sepse një Shqipëri e bashkuar do të kërkonte Kosovën. Dhe ata nuk mund ta pranonin këtë. Kjo është e vërteta që regjimi nuk mund ta fshinte plotësisht, se marrëveshja e Mukjes u pris jo nga midhat frashëri, por nga Jugoslavia. Dhe se Enver Hoxha zgjodhi të bindet Jugosllavisë, jo sepse ishte i detyruar, por sepse pa se kjo ishte rruga më e shpejtë për pushtet. Ai sakrifikoi bashkimin kombëtar për pushtetin personal. Ai sakrifikoi Kosovën për armët jugoslave. Ai sakrifikoi midhat frashërin për të pasur një armik që të justifikonte dhunën e tij. Dhe kjo zgjedhje, e bërë në shtator të vitit 1943, përcaktoi fatin e Shqipërisë për 50 vjet. A mund të imagjinoni se si do të ishte historia nëse Enver Hoxha kishte zgjedhur ndryshe? Nëse ai kishte mbajtur fjalën e dhënë në Mukje? Nëse ai kishte bashkuar komunistët dhe nacionalistët kundër pushtuesit? Nëse ai kishte ndërtuar një Shqipëri ku e vërteta nuk fshihej, por festohej? Por ai nuk zgjodhi këtë. Ai zgjodhi pushtetin. Dhe Shqipëria pagoi çmimin. Në vitet e 80-ta, kur Enver Hoxha ishte tashmë i sëmur dhe i izoluar, ai filloi të shkruante kujtimet e tij. Ai shkroi vëllime të tëra për luftën, për Mukjen, për tradhtinë e midhat frashëri. Por në ato vëllime ka diçka të çuditshme. Ka një mungesë. Ai nuk përmendet kur letrat që i kishte shkruar midhat frashëri. Ai nuk përmendet kur takimet që kishin pasur. Ai nuk përmendet kur se sa shumë e kishte respektuar midhatin në fillim. Ai fillon historinë nga labinoti, nga momenti kur ai e shpalli midhatin armik. Gjithçka që erdhi para është fshirë. Sikur nuk kishte ekzistuar kurrë. Kjo është arti i gënjeshtrës, jo të trillosh diçka të re, por të fshish atë që e kundërshton narrativën tënde. Dhe Enver Hoxha ishte mjeshtër i këtij arti. Ai e fshiu midhatin nga historia. Ai e fshiu Mukjen nga kujtesa. Ai e fshiu edhe veten e tij të vërtet, atë që kishte qenë në vitin 1943, kur ai ende kishte nevojë për midhatin. Dhe në vend të saj, ai krijoi një version tjetër të vetes, versionin e udhëheqësit të pagabueshëm që kishte parë tradhtinë që në fillim. Por ky version ishte gënjeshtër. Dhe ai e dinte. Prandaj ai nuk flinte. Prandaj ai pinte. Prandaj ai numëronte emrat e të vdekurve. Sepse gënjeshtrat nuk të lënë të flesh. Ato të ndjekin deri në varr. Në dhjetor të vitit 1990, kur studentët dolën në rrugë dhe kërkuan rrëzimin e bustit të Enver Hoxhës, ata nuk e dinin se po kërkonin edhe diçka tjetër, rrëzimin e gënjeshtrës. Sepse busti i Enver Hoxhës nuk ishte vetëm një statuj. Ai ishte simboli i një sistemi që kishte jetuar nga gënjeshtrat. Dhe kur ai bust u rrëzua, diçka tjetër u rrëzua me të, frika. Frika nga e kaluara. Frika nga e vërteta. Frika nga pyetjet. Dhe kur frika ra, njerëzit filluan të flasin. Ata filluan të tregonin histori që kishin mbajtur të fshehura për dekada. Ata filluan të kërkonin dokumente që kishin qenë të ndaluara. Ata filluan të pyesnin, çfarë ndodhi vërtet në Mukje? Kush ishte vërtet midhat frashëri? Pse emri i tij ishte fshirë?
Dhe kur ata filluan të pyesnin, përgjigjet filluan të dilnin. Ngadalë, me dhimbje, me kundërshtim nga ata që kishin përfituar nga gënjeshtrat. Por ato dolën. Dhe kur dolën, ato ndryshuan gjithçka. Sepse e vërteta ka një fuqi që gënjeshtrat nuk e kanë, ajo nuk ka nevojë të mbrohet me forcë. Ajo mbron veten. Ajo vetëm duhet të thuhet. Sot, nëse shkoni në Tiranë dhe pyesni një të ri se kush ishte Midhat Frashëri, ai ndoshta nuk do ta di. Ndoshta ai do të thotë, ai ishte një politikan i vjetër, apo jo. Ndoshta ai nuk do të di asgjë. Sepse edhe pse emri i Midhat Frashërit u rehabilitua, historia e tij nuk u mësua kurrë si duhet. Librat shkollor e përmendin atë në një paragraf të shkurtër. Ata thonë se ai ishte figurë kontroverse dhe se pikpamjet për të janë të ndryshme. Por ata nuk tregojnë se ai ishte firmtari i pavarësisë. Ata nuk tregojnë se ai ishte kryetari i kongresit të manastirit. Ata nuk tregojnë se ai kishte bibliotekën më të madhe private në Ballkan. Ata nuk tregojnë se ai u përdor nga Enver Hoxha dhe pastaj u fshi nga historia. Ata nuk tregojnë se ai vdiq në mërgim, duke pritur një drejtësi që nuk erdhi kurrë. Pse? Sepse të tregosh këtë histori do të nënkuptonte të pranosh se Shqipëria ka jetuar 50 vjet në një gënjeshtër. Dhe kjo është një e vërtetë që shumë njerëz, edhe sot, nuk janë gati ta pranojnë. Sepse të pranosh se ke jetuar në një gënjeshtër do të thotë të pranosh se gjithçka që ke besuar ishte e gabuar. Dhe kjo është një dhimbje që jo të gjithë mund ta durojnë. Prandaj, emri i Midhat Frashërit mbetet i njohur vetëm nga ata që kërkojnë. Nga ata që lexojnë. Nga ata që pyesin. Dhe nga ata që nuk pranojnë të harrojnë. Por historia nuk përfundon me harresën. Ajo përfundon me zgjedhjen që ne bëjmë sot. Zgjedhjen për të mbajtur mend ose për të harruar. Zgjedhjen për të kërkuar të vërtetën ose për të jetuar me gënjeshtrat. Zgjedhjen për të nderuar ata që u fshirë ose për t'i lënë të varrosur në nheshtje. Midhat Frashëri nuk kërkoi kurrë statuja. Ai nuk kërkoi kurrë lavdërim. Ai kërkoi vetëm një gjë, që Shqipëria të ishte e lirë. Dhe ai dha gjithçka për këtë. Ai dha bibliotekën e tij. Ai dha shtëpinë e tij. Ai dha emrin e tij. Ai dha jetën e tij. Dhe në këmbim, Shqipëria e fshiu nga kujtesa. Por kujtesa nuk varet vetëm nga shteti. Ajo varet edhe nga ne. Nga çdo njeri që zgjedh të mbajë mend. Nga çdo njeri që zgjedh të tregojë historinë. Nga çdo njeri që zgjedh të mos lejojë që e vërteta të varroset përsëri. Prandaj, kur dëgjoni emrin Midhat Frashëri, mos e harroni. Mos e lini të fshihet përsëri. Sepse ai nuk ishte vetëm një njeri. Ai ishte një simbol i asaj që ndodh kur pushteti vendos të shkruajë historinë. Dhe ai është një kujtesë e asaj që humbim kur ne lejojmë që pushteti ta bëjë këtë pa kundërshtim. Pas rënies së regjimit komunist, familja e Midhat Frashërit u përpoq të merrte mbrapsht bibliotekën e tij. Por ishte shumë vonë. Librat ishin shpërndarë në bibliotekën kombëtare, në biblioteka universitare, në koleksione private. Shumë prej tyre ishin humbur. Shumë të tjerë ishin shkatëruar. Ajo që mbetej ishte vetëm një kujtesë e zbehur e asaj që kishte qenë dikur thesari më i madh intelektual i Shqipërisë. Motra e Midhatit, që kishte qarë në shkallët e shtëpisë në vitin 1944, kishte vdekur në vitin 1976, pa parë kurrë rehabilitimin e vëllait të saj. Fëmijët e saj u rritën duke ditur se ishin fëmijë armiq të popullit. Ata ndryshuan mbiemrat. Ata fshehën origjinën. Ata jetuan me turp për diçka që nuk e kishin bërë kurrë. Dhe kur regjimi ra, ata ishin tashmë të moshuar, të lodhur, të thyrë nga vitet e heshtjes. Ata nuk festuan. Ata vetëm thanë, ishte shumë vonë. Ata që përfituan nga shkatërimi i Midhat Frashërit jetojnë ende sot. Disa prej tyre kanë ndryshuar parti. Disa kanë bërë biznes. Disa kanë bërë karrierë në politikën e re. Ata nuk flasin kurrë për të kaluarën. Kur pyeten, ata thonë, ishte koha. Ne nuk kishim zgjedhje. Por ata kishin zgjedhje. Çdo njeri ka zgjedhje. Dhe ata zgjodhen të heshnin kur duhej të flisnin. Zgjodhen të përfitonin kur duhej të refuzonin. Zgjodhen të jetonin mirë kur të tjerët vuanin. Dhe sot, ata jetojnë pa u ndëshkuar, pa u pyetur, pa u gjykuar.
Kjo është padrejtësia e fundit, se ata që ndërtuan karrierat e tyre mbi gënjeshtrat për midhat frashërinë nuk paguan kurrë çmimin. Ndërsa ai që dha gjithçka për Shqipërinë pagoi me jetën, me emrin, me kujtesën. Shqipëria sot është një vend i ndryshëm nga ai që la midhat frashëri në vitin 1944. Ajo është e lirë. Ajo ka demokraci. Ajo ka shtyp të lirë. Por ajo ka edhe diçka tjetër, një harres kolektive. Një dëshirë për të mos folur për të kaluarën. Një frikë nga e vërteta që mund të hap plagë të vjetra. Dhe kështu, emrat si midhat frashëri mbeten në një zonë gri, as të festuar plotësisht, as të harruar plotësisht. Thjesht të pranishëm, si hijet e një historie që askush nuk do ta tregoj plotësisht. Por pyetja kryesore mbetet, kush ishte vërtet midhat frashëri? Ishte ai heroi që emigrantët e kujtojnë? Apo ishte ai tradhtari që propaganda e pikturoi? Apo ishte ai diçka mes këtyre dy ekstremeve, një njeri me virtyte dhe me gabime që bëri zgjedhje të vështira në kohë të vështira dhe që pagoi çmimin më të lartë për ato zgjedhje? Dhe pyetja më e madhe, kush vendos? Kush ka të drejtën të shkruajë historinë e tij? Shteti që e fshiu? Emigrantët që e adhuruan? Historianët që studiojnë dokumentet? Apo populli që ende nuk e njeh plotësisht? Në fund, historia e midhat frashërit nuk është vetëm historia e një njeriu. Ajo është historia e asaj që ndodh kur pushteti vendos të shkruajë të vërtetën. Kur gënjeshtrat bëhen histori zyrtare. Kur kujtesa bëhet krim. Dhe kur heshtja bëhet mbijetesë. Ajo është historia e një kombi që jetoi 50 vjet në një gënjeshtër kaq të madhe, saqë edhe sot, 30 vjet pas rënies së regjimit, ne ende nuk jemi gati ta pranojmë plotësisht. Sepse të pranosh këtë do të thotë të pranosh se ne të gjithë, në një mënyrë apo në një tjetër, ishim pjesë e saj. Disa si viktima. Disa si përfitues. Dhe shumica si spektator të heshtur. Por çfarë do të ndodhte nëse një ditë ato 137 faqe që mungojnë nga dosja MV-943 do të gjendeshin? Çfarë do të ndodhte nëse letrat e Enver Hoxhës drejtuar midhat frashërit do të bëheshin publike? Çfarë do të ndodhte nëse e vërteta e plot për mukjen, për presionin jugoslav, për tradhtinë e Enver Hoxhës do të dilte në dritë? A do të ndryshonte diçka? Apo ne do të vazhdonim të jetonim me të njëjtën harresë, me të njëjtën frikë, me të njëjtin refuzim për të parë të vërtetën? Kjo është pyetja që mbetet. Pyetja që midhat frashëri e la pas kur vdiq në atë dhomë hoteli në New York. Pyetja që ai e shkroi në atë letër të pambyllur që u gjet pranë trupit të tij. Pyetja që ne, edhe sot, nuk guxojmë ta përgjigjemi plotësisht, a jemi gati të jetojmë me të vërtetën? Apo do të vazhdojmë të jetojmë me gënjeshtrat, sepse ato janë më të lehta për t'u duruar?